Muftiu i Kosovës u pa krenar dhe i emocionuar. Kjo në ceremoninë e 7 vjetorit të Akademisë së Kuranit Hifdh, ku një herësh u certifikuan edhe 50 nxënës për përfundimin e gjuzëve të ndryshëm të Kuranit. Ajo që 7 vite më parë ishte vetëm një lutje dhe një dëshirë e heshtur, sot është ndëruar në një vatër ku qindra fëmijë mësojnë, memorizojnë dhe edukohen me fjalën e Allahut. Duke kujtuar fillimet e këtij misioni, mualimja Rineta Nitaj u rikthye me emocion tek hapat e parë të akademisë. Teksa sot qëndroj para jush, mendja më kthehet 7 vite pas. Tek ato ditë kur gjithçka ishte vetëm një lutje, një dëshirë e heshtur, një zemre që e donte fort fjalën e të madhërismit Allah. Dëshira e cilës ishte që vendi i saj të mos vazhdonte me zymsinë e kohës, por të kishte më shumë shtëpi të ndriçuara nga jetet, më shumë zëra fëmijësh që recitojnë dhe memorizojnë Kur'anin familjarët në vendin tonë. Dhe kështu, para 7 vitesh, nisi një rrugtim, me pak mjete, me pak mundësi, por me shpresë se një ditë Allahu do ta bekoj këtë përpjekje të vogël. Tashmë mund të themi që Akademia Kuranit Hifdh është bërë foleja e edukimit të mira nxënësve, vendi i këshillimit, mbjellja e dashurisë për fjalën e të madhërismit Allah, madje edhe batra e memorizimit. Nga vetëm 3 nxënës në ditët e para, Akademia e Kuranit Hifdh gjatë këtyre 7 viteve ka edukuar rreth 1500 nxënës. Sot kur shikojmë prapa nuk shohim vetëm numra, nuk shohim vetëm nxënës, mirë po shohim 10 aktivitete, shohim 1500 histori, 1500 zemra që janë lidhur me Kur'anin. Kur dëgjojmë 10 e qindra fëmijë që lexojnë, mësojnë përmendësh dhe zbukurojnë karakterin e tyre me mësimin e Kur'anit, e kuptojmë se çdo përpjekje ja ka vlerëtur. Puna me fëmijët është një nga misionet më të bukura, por edhe më të ndjeshme. Është një emanet i madh dhe një përgjegjësi jo e lehtë. E në anën tjetër, nuk ka kënaqësi më të madhe për një mësuese sesa të dëgjojë një fëmijë duke recituar Kur'an me përkushtim. Në fjalën e tij, Muftiu i Kosovës vlerësoi këtë sukses të akademisë, duke theksuar rëndësinë e punës me fëmijët dhe mbështetjen e vazhdueshme të Bashkësisë Islame të Kosovës për akademinë. Tubimet më të mira dhe më me thënë se janë ato kur je në mesin e fëmijëve, në mesin e perspektivës dhe ardhmërisë, në mesin e shpresës e ndershmërisë. Andaj edhe unë sot këtu me juve bashkarisht, po ushqehem me këtë aromë Kur'ani, freskije, e cila sikur na vjen nga qielli direkt në zemrën dhe shpirtin ton, na freskojnë ato fjalë të Zotit Xheleshanu dhe thënjet e vet Muhamedit alayhis salam. Dëshiroj t'ju uroj dhe t'ju motivoj për punë të matutjeshme, edhe juve me fëmijë mirë për dhe profesoreshat që janë këtu me nxënës të medrese, profesorët me student këtu dhe bashkarisht të jemi një në jetësimin e fjalës Zotit, në jetësimin e fjalës pejgamberit alayhis salam, sepse kemi amanet mbi supet tona. Bashkia Islame do të jetë me ju dhe për ju, për çdo gjë që ju keni nevojë. Në kuadër të ceremonisë u shfaq dhe një reportazh kushtuar rrugëtimit 7 vjeçar të akademisë, ndërsa programi artistik u pasurua me recitime poetike të përgatitura nga nxënësit. Mos harro se çdo ajet që mëson është një sesar që po e vendos në zemrën tënde. Ceremonia u përmbyll me ndarjen e certifikatave për 50 nxënësit që përfunduan gjuzë të ndryshëm të Kuranit familjar, një rrugëtim i rëndësishëm i akademisë, e cila prej 7 vitesh vazhdon të edukojë breza me dashurinë për librin e Allahut.